Kush është Karl Busby, personi që ka ecur në përbot për 27 vjet? E gjitha filloi me një bast. Në moshën 20 vjeç. Karl Busby, duke pirë birë me miqtë e tij, deklaroi me shumë besim se mund të ecte në këmbë nga maja më jugore e Amerikës së Jugut deri në shtëpinë e tij në Britaninë e Madhe. Miqtë e tij shpërthyen në të qeshura. Ky mosbesim u shndrua në një sfidë personale për ish parashutistin. Pasi bëri llogaritjet fillestare, ai arriti në përfundimin se kjo nuk ishte një ide qesharake, por një plan plotësisht i realizueshëm, sado absurd që tingëllonte. Disa vjet më vonë, në vitin 1998, ai, duke u nisur nga Punta Arenas në Kili, filloi misionin epik, misioni Goliath. Disiplina dhe vetmia. Sot, 27 vjet më vonë, sipërmarrja e tij e guximshme po i afrohet fundit, pasi pritet të kthehet në qytetin e tij të lindjes, Hull, Angli, shtatorin e ardhshëm. Ashtu si një filas fogi, ditëve të sotme, ai e filloi misionin prej 50.000 kilometrash me besimin se do ta përfundonte atë brenda rreth 12 vjetësh. Megjithatë, realiteti doli të ishte shumë i vështirë. Që nga dita e parë ai vendosi vetes 2 rregulla të panegociueshme. Nuk lejoi të përdor asnjë lloj mjeti mekanik transporti për të vazhduar dhe nuk lejoi të kthehej në shtëpi derisa të përfundonte itinerari. Disiplina e tij ushtarake duket se ka luajtur një rol vendimtar, duke shërbyer për 11 vjet në batalionin e 3 të parashutistëve të ushtrisë britanike. Ai ndoqi rregullat me qëndrueshmëri absolute. Ai as nuk u kthye për të parë të birin, i cili her pas here shoqëronte në pjesë të shkurtra të itinerarit. Në të njëjtën kohë, endja e vazhdueshme ndikoi edhe në jetën e tij personale, pasi siç e ka pranuar vetë, asnjë marrëdhënie nuk ishte në gjendje të rezistonte stilit të pazakontë të jetës që zgjodhi. Vetmia ishte diçka që ja vështirësoi, por ai e dinte që në fillim se ecja do të ishte mendërisht dhe fizikisht e lodhshme. Gjatë gati 3 dekadave, ai, Busby tani është 57 vjeç, ka përshkruar shkretira, xhungla, tundra dhe disa nga vendet më të largëta në planet. Ai ka ecur në për të gjithë kontinentin amerikan, ka kaluar ngushticën e ngrirë të Beringut dhe ngushticën pothuajse të pakalueshme në darjen midis Panamas dhe Kolumbis, ka kaluar Rusinë dhe ka udhëtuar në të gjithë Europën. Gjatë ekspeditës ai pësoi një dëmtim të rënd kur rëshqiti dhe dëmtoi kyçin e dorës. Në fakt, ju desh të vendoste qepje pasi nuk ishte qasje në kujdes mjekësor. Në udhëtimin e tij ai u mbështet shumë herë në mirësinë e të huajve, një përvojë që, siç tha ai, ndryshoi mënyrën se si e sheh botën. Për pjesën më të madhe të udhëtimit, Busby shtyu një karrocë të projektuar posaçërisht bisha ku mbante pajisjet, ushqimin dhe të gjitha furnizimet e nevojshme. Ai mori mbështetje financiare nga familja dhe miqt, ndërsa shumë qytetar dhanë donacione sapo mësuan për udhëtimin e tij. Kompanitë e kontaktuan dhe deri në vitin 2003 ai nënshkroi një kontratë për librin e tij të parë, Giant Steps, i cili u botua disa vjet më vonë. Si pjesë e udhëtimit të tij ai shpesh kthehej në Meksik, ku kostoja e jetesës është e ulët dhe atje kishte gjetur strehim gjatë pandemisë COVID-19. Në një përpjekje për të shmangur zonat e prekura nga konflikti, ai zgjodhi të shmangte Iranin dhe Rusinë dhe në vend të kësaj notoi përmes detit Kaspik drejt Azerbajxhanit. Prej andej ai vazhdoi për në Turqi përpara se të hynte në Europë. Deri në mesin e qershor 2026, Karl arriti në Belgjik. Jeta është e shkurtër dhe duhet ta jetosh atë në maksimum. Njerëzit do të përqafojnë dhe do të ndihmojnë të vazhdosh, ka thënë ai. Një tjetër pengesë. Vetëm disa muaj përpara se të përfundonte misionin Goliath të tij, Busby po përballej me një pengesë tjetër të papritur. Operatori i tunelit kanalit, Kettling, ka refuzuar kërkesën e tij për të ecur nëpër tunel për arsye sigurie, ndërsa ligji francez lejon noti në kanal ka bregu i Mbretërisë së Bashkuar në Francë, por jo anasjelltas. Ai është aktualisht në bisedime me rojen bregdetare franceze për këtë çështje, duke shpresuar që ose të marrë lehtë veçantë ose të gjejë një zgjidhje tjetër që do t'i lejojë atij të përfundojë udhëtimin pa shkelur rregullat e rrepta që ai ka vendosur për veten e tij, ankthi dhe krenarie në nënës së tij.
Shumë kohë para se të niste udhëtimin më të gjatë i jetës së tij, Karl Busby po luftonte një tjetër betejë. Si një nxënës me disleksi të rëndë, ai ngacmoi sistematikisht në shkollë dhe siç e ka pranuar, e ka përshkruar dhe vetë, ato vite ishin fer. Ai shpesh kërkonte ngushëllim në fshat, duke kaluar kohën e lirë duke vëzhguar zogjt në fushat përreth shtëpisë së tij. Nëna e tij, Angela, duke folur për BBC-n, tha se djali i saj do të kthehej nga shkolla i lënduar nga ngacmimet dhe thyerjet të shokëve të klasës. E quanin edhe budalla, tha ajo. Streja e tij ishte natyra dhe për këtë arsye çdo natë ajo luftonte për ta bindur të vinte në shtëpi në darkë. Pavarësisht të vështirësive i riu, Karl nuk hoqi dorë kurrë nga qëllimet e tij. Edhe pse nuk ishte një djalë i madh, ai këmbguli derisa kaloi testet raskapice të kompanisë P, procesi i kërkuar i përzgjedhjes për parashutistët në ushtrinë britanike ju desh më shumë se një përpjekje, por më në fund ja doli. Nëna e tij bisedon se këmbgulja dhe vendosmëria e tij së bashku me dëshirën për ta bërë veten dhe familjen e tij krenar kanë qenë elementët që e çuan drejt suksesit në ushtri. Si çdo nën që përjeton mungesën e gjatë të fëmijës së saj intensivisht, ajo vazhdoi t'i blinte një dhuratë çdo Krishtlindje, edhe pse e dinte se nuk do t'ishte aty për ta hapur atë. Sot, pas gati 3 dekadash, ajo pret me padurim kthimin e tij, sikur ai vetë të ishte dhurata më e çmuar e Krishtlindjeve.